Numri votuesve është i ulët në krahasim ndoshta edhe me zgjedhjet e mëparshme, ndoshta edhe këto dalja shpesh të zgjedhjeve ka ndikuar, por po besojmë siç e thatë edhe ju, kemi pa tani në orë të vona rritje të qytetarëve për dalur me votuar nga informatat që ne kemi deri në ora 13 dikon. Ajo është 13.% dalja e qytetarëve, po nëse raportojmë në këtë fazë mund të themi që deri në 15% ndoshta ka arritur në disa qendra të votimit, por prapë dalja është e ulët, çka dhe ftojmë qytetarët jo vetëm komunës së Gjakovës, por gjithë Republikës së Kosovës që dalin ta ushtrojnë të drejtën e tyre sepse do të vendosin se kush do të qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Ato parregullësitë që mund të quhen ashtu që kanë përmbledh gjithë procesin ditor deri me tani, ka qenë prapë problemet me listat e votuesve, ku ka pasur votues që nuk e kanë gjetur emrin e tyre në listat e votuesve, ka qenë në ato qendra që ne i mbulojmë dikon 5% numri i votuesve që nuk e kanë gjetur emrin në listat e votuesve. Ka një problem tjetër që është faqur, ka qenë edhe mos lejimi me i votimit me asistencë, që tregon që qytetarët akoma nuk janë vetëdijsuar që duhet të pajisen me një dokument i cili dëshmon pa aftësinë e tyre fizike për të ushtruar të drejtën e votës si pavarur, madje gjatë vizitës që ne ishim në shkollën në njërin prej qendrave të votimit këtu në Gjakovë, kishim një fëmijë që insiston që me patjetër të votonin prindrit e tij, po prapë u deshte që të intervenonin edhe policia dhe ta bindin që me patjetër duhet sigurohet një vërtetim mjekësor për të duhet pa aftësinë e tyre për të votuar. Gjithashtu një diçka tjetër që ka qenë edhe është vërtet për i vëzhguesve tanë dhe që ka qenë një reagim më një hershëm edhe i komisionerëve, ka qenë që në disa flet votime ka pasur gjatë shtypit ka pasur një ngjyrë kuqe që është vërejtur në disa flet votime dhe të cilat janë larguar dhe verifikuar dhe me pas procesi i votimit ka vazhduar prapë normalisht. Domethënë ky ka qenë përgjithësi i gjithë procesi që po vazhdon, por prapë kemi një dalje më të kënaqshme në orët e vona të pasdites, nëse mund ta quaj ashtu, po nëse shkohet me këtë ritëm prapë dalja mund të thuhet ashtu.